torta që ma kujton nanën. Kjo tortë është shumë e veçantë për mua, sepse është torta e nanës. Sa herë e përgatis, më kujton fëmijërinë dhe momentet e bukura në shtëpi. Përbërësit për masën, kemi 1 qumësht, 100 gjalpë, 3 lugë sheqer, 1 lugë kakao, 800 gram ara të bluara. Të gjithë përbërësit i përzjejmë bashkë derisa të formohet një masë e butë. Pastaj marrim biskota petit beur, i lyejmë lehtë në qumësht të vakët dhe i rendisim në tepsi. Si përshtojmë një shtresë nga masa e përgatitur. Vazhdoj me një shtresë tjetër biskotash të lagura në qumësht dhe përsëri masë. Në fund përfundoj me masën sipër. Për çokoladën e shkrire, kezi 1 litër kumsht, 1 lugë kakao, 2 lugë sheqer, kezi gëngjallp. Të gjitha i përziejmë në zjarr të ulët derisa të bëhet një masë si kokollat e shkrirë. Pastaj e hedhim sipër tortës. Në fund e zbukuroj me ara. Aroma e saj ma kujton erën e shtëpisë, ngrohtësinë e kushinës dhe duart e nanës që punonin me aq dashni. Nanë, kjo tortë ka me ma kujtu gjithmonë erën tënde.